Rogart, a mosh milion pyetje që kanë të bëjmë me raportin ta me Mateon të lutna? Po që tjetër me të pyetën o Bërken? Këtë me ba i... Kur gjë? I tip bisetet të Bërken Për se su raportin ta me Mateon nuk du me fol me ty. Për raportin që ka me Mateon. Po jo me thashë... Edhe normal që ka me prit, normal që pras. Po, Normal. Që është gjëja parë që do bësh me Mateon sa të takosh? A ka mundësi lutem ta lësh argumentin me Mateon se unë s'du të flas me ty për raportin ta me Mateon? A ditë se më pëlqen ti? Pëlqen se je super mbrojtëse edhe mshet. Nuk kam nevojë me të Nuk je libër i hapun, ti je libër i ndërlikuar për të lexuar. I pëlqej Mateos, nuk kam nevojë me të. Jo në rregull me këtu ta rujt Zoti Mateon, o Zot ka jetën. Amin inshallah. Ti je bebet sa më të bukur. Amin inshallah. Thjesht po të pyes gjëja më e parë që do bësh me Edhe ty e gruan tëne. A do hash në pizza, do hash në makarona, a do takosh, do pish në kafe? Ta thash që s'du të flas për raportin ta me Mateon me ty. Në qoftë se ka mundësi ma respektu, i shkoni mirë. Jo, po, publiku ti nuk i tregon transparencë, që se s'bën pyetje edhe përgjigje. E di, po, një person si ti që për shembull je mundu gjithmonë me na fut ziza, me thonë veç, me thonë raporti ju fake, kësi gjana. Unë kam raportu që ka nëllë. Normal që unë nuk kam qef me t'jep t'ju llogari për raportin te me Mateon. Si të më lanë llogari, e të Po përderisa unë t'kallëzoj ty që ka me bujash normal. Thuj rren, do haj pizza. Po unë s'tham rrena. Unë tham gjanat vërteta, nuk tham rrena. Po thuj pra të vërtetën. Po nuk po du me fol. Fantazoj. Nuk po du me fol për Mateon me ty. Fantazi. Raporti jam që është me Mateon, du me rujt, unë dhe Mateo e kam raport. Fantazi, po jo me s'munësh me rujt ti dhe Mateo, se je para kamerave, para shqiptarve. Po e di, po të paktën me ty që e munu gjithmonë me na përqa, nuk po du me fol. Unë me ju përqa ju. Po. Fjallë të opinionistit, të Arbara Hajdarit,